U përshpejtua inflacioni vjetor, në tetor ai është për 4.5% më i lartë se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Nëse krahason 10 muajt e këtij viti me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, inflacioni është 4.1%. Ka rritje të madhe të çmimeve të ushqimit dhe ajo është për 7%. Për kryeministrin Hristijan Mickoski kjo është e pritshme dhe sot ai e korrigjoi parashikimin për inflacionin për vitin 2025 dhe afroi me vlerësimin e Bankës Popullore, i cili është për 3.9%. Me ribalancin e buxhetit për vitin 2025, Ministria e Financave ka vlerësuar se inflacioni këtë vit do të jetë 2.8%. Вчера кажав, поради ниското ниво минатата година во октомври месец, тогаш се сеќавате ги аплициравме ние мерки за замрзнување на маржите и слично, но потоа очекувам пристојно намалување во ноември и во декември, така што просечната годишна ставка оваа година ќе заврши меѓу 3,5 и 4%, што е едно од најниските во Европа и во регионов. Истовремено очекувам дека следната година нивото на инфлација ќе се движи меѓу 2 и 3%. Sipas të dhënave të Indit për statistika, vitin e kaluar në tetor inflacioni vjetor ishte 3.5%, ndërsa në 10 muajt e parë 3.3%. Sipas të dhënave të Eurostat, Rumania këtë tetor ka inflacion më të lartë, ndërsa për pjesën më të madhe të vendeve të tjera evropiane, ai lëviz nga 4.5% e më poshtë. Ka shumë vende që kanë inflacion në 2% dhe ka edhe shtete si Qipro, Malta dhe Irlanda ku rritja e çmimeve është rreth zeros. Për ekonomistin Nabil Baush nuk është për t'u habitur që të ne përshpejtohet inflacioni. Kjo është për shkak të çmimeve më të larta të ushqimit, energjisë dhe shërbimeve. Shtesë, ne ende kemi presione të brendshme që nxisin inflacionin, përkatësisht në rritjen e tij ndikon pritshmëria për paga më të larta në vend dhe mungesa e produktivitetit. Problem është edhe struktura e buxhetit. Со новиот буџет имаме пак покачување на платите, значи тие социјални трансфери и тоа е она што го забрзува тој инфлационен ефект. Иако, на пример, владата најавува мерки, тие се претежно пак краткорочни мерки и не решаваат суштински проблеми, на пример, не прават некоја трансформација на тој буџетски модел за да може ние да имаме поголемо производство и таа слаба конкуренција да може да ја направиме конкуренција на нашите производи надвор на пазар. Baush thot se janë të nevojshme reforma të menjëhershme strukturore në politikat të timore dhe makroekonomike, përkatësisht të rritet prodhimi i ushqimit dhe energjisë, por edhe të ketë disiplinë më të madhe fiskale dhe tatimore, si dhe shtypje të ekonomisë gri. Derisa të mos bëhet kjo, inflacioni do të jetë rezistent dhe vështirë do të ulet. Kryeministri Mickoski thotë se për momentin ka masa aktive ekonomike dhe kontrolluese që duhet të ndikojnë në stabilizimin e çmimeve. Mickoski disa herë ka paralajmëruar se nuk do të ketë ngrirje të çmimeve dhe të marzhave, sepse kjo është kundërproduktive.